A doni të shihni një po e quaj ekspozim të gjithë kamerave që prej fillimit. Jam muzejin e Carl Zeiss-it në Gjermani, këto janë kamerat e para. Shife se si kanë evoluar kamerat me kalimin e kohës për të bërë fotografi nga shekulli 19, këto janë kryesisht instrumentet të shekullit të 19, sërish në shekullin e 19, këto janë materialet e para, ndërkohë hym te materialet pak më të mëdha që janë fillimi i shekullit, pak më të vogla që janë fillimi i shekullit të 20, po të ndiqni këtu, ndërkohë që tani po hym tek pjesa më e avancuar, që janë kamerat. Kamerat fillojnë në fillim të shekullit të 20, një pjesë prej tyre, këto janë kamerat e para, që me të cilat janë marrë filmimet e para në fillim të shekullit 20, dhe pastaj vim tek kamerat pak më moderne. Në anën tjetër, në këtë drejtim, janë kamerat me stativ, që janë shumë interesante, janë kamerat e para. Shiheni, këto janë kamerat e para të përdorura për televizionin dhe për kineman, ndërkohë që këtu keni pajisjet e kamerave pak më të vjetra dhe vim tek të gjitha llojet e shikimit. Ndërkohë mbyllet me një gjë që është shumë interesante, këtu janë aparatet më të avancuara dhe mbyllet me këtë model kamere, që është kamera më e avancuar që ne kemi për momentin, që është kjo këtu. Pra imagjinoni me çfarë objektivi është kjo kamerë, që janë objektivet e kushtueshëm. Kjo është një histori e kamerave pak a shumë